Mevli apo gjumleze, siç njihet në kuzhinën maqedonase, u britën rreth 200 turistë nga Polonia që ateruan në aeroportin Shën Apostoll Pali në Ohër. Ky aeroport është në fazë rikonstruimi, ndërsa për të parë punët nga afër shkuan ministri i transportit Aleksandar Nikolovski dhe drejtori i TAF Maqedonisë Nexhat Kurt. Утрово слета првиот лет од Вроцлав, од Полска. Целосно нова дестинација, која што никогаш претходно не оперирала во Македонија. А на 9 јуни во вторник ќе слета и првиот лет од Катовице, исто така од Полска. Со ова Охридскиот аеродром целосно се отвара кон Полска. Отвараме две значајни рути, кои што ќе значат дека полските туристи ќе можат да го посетуваат Охридскиот регион. Në tërësi, rikonstruimi i aeroportit ka arritur në fazën 65%, afër përfundimit, tha drejtori i TAF Maqedonisë Nexhat Kurt. With this investment, we are convinced that we will create a very comfortable space, very pleasant travel opportunities for our passengers who will experience Ohrid during their arrival and during their departure. It will also create an additional comfortable environment for our employees, for the customs and for the police authorities, which will have another working space. Nga kjo afër i fillojnë fluturimet nga Beogradi drejt Ohrid dhe linja Stamboll-Ohër. Vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut e kaloi shifrën prej 3 milion pasagjerësh. Nga janari e deri në maj të këtij viti ka rritje prej 31.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2025.